Do të njihemi tani më gjerësisht organizata të tjera ndërkombëtare të mediave shprehen sot shqetësim për rregulloren e re të gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, e cila censuron punën e gazetarëve. Në një reagim për Report TV, reporterët pa kufi shprehen se rregulloria duhet pezulluar dhe përmbajtja e saj duhet ndryshuar në konsultim me palët. Të njëjtin qëndrim ndan dhe rrjeti Safe Journalist, ndërsa kritikon kufizimet dhe ndalimet e parashikuara në dokumentin e GKK-s. Reporterët pa kufi bashkohen organizatave të tjera ndërkombëtare që janë alarmuar pas publikimit nga gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar të një rregulloreje të re të brendshme, e cila praktikisht censuron mediat. Jemi të shqetësuar që rregulloria e brendshme i trajton gazetarët a priori si të dyshuar, duke vendosur një ndalim të përgjithshëm dhe duke mos lejuar masa proporcionale të vlerësuara rast pas rasti. Dokumenti i hartuar nga kryetari në detyrë Erion Bani vendos kufizime dhe ndalime që praktikisht e pamundësojnë mbulimin mediatik të proceseve gjyqësore në këtë gjykatë. Prania e kamerave bëhet thuajse e pamundur, ndërsa gazetarëve, të cilët do duhet të kërkojnë leje për ndjekjen e çdo seance, ju hiqet edhe përdorimi i telefonave celular si mjet pune për transmetime në kohë reale përmes mesazheve me tekst të informacioneve nga seancat. Reporterët pa kufi, organizata që mbron lirinë e mediave dhe gazetarëve në botë, thotë se kjo rregullore nuk duhet të gjejë zbatim, pa ju nënshtruar më parë ndryshimeve të kufizimeve që parashikon. Ne mbështesim plotësisht kërkesën e shoqatave të gazetarëve në Shqipëri për të pezulluar zbatimin e kësaj rregulloreje dhe për të amenduara të mbi bazën e një konsultimi me shoqatat dhe palët e tjera të interesuara. Të njëjtin qëndrim mban edhe rrjeti Safe Journalist përmes një deklarate publike ku analizohen në detaje aspektet kufizuese të dokumentit. Efekti i kombinuar i disa dispozitave rrezikon të kufizojë aftësinë e gazetarëve për të ndjekur drejt për drejt proceset gjyqësore, për të mbajtur shënime të sakta, për të komunikuar me redaksitë e tyre dhe për të raportuar në kohë për çështje me interes të jashtëzakonshëm publik. Organizata shpreh të shqetësuar për ndalimin e mbajtjes së celularëve apo dhe laptopëve gjatë seancave gjyqësore nga ana e gazetarëve, ndërsa për ndalimin e kamerave shprehet se çdo kufizim duhet të bazohet në rrethanat konkrete të seancës, të jetë i arsyetuar dhe proporcional. Më herët, edhe Federata Evropiane e Gazetarëve kishte kërkuar pezullimin e rregullores, duke u shprehur e tronditur se ndalimi i përgjithshëm që planifikohet në Shqipëri është padyshim regjimi më kufizues i këtij lloji. Dokumenti kufizues i GKK ka përfunduar edhe në lupën e OSBE, organizata me 57 vende anëtare, e cila ka një përfaqësues të posaçëm për lirinë e medias, është shprehur për Report TV se po vlerëson në veçanti nëse dhe në çfarë mase rregulloria e miratuar nga gjykata e posaçme shkallës së parë për krimin e organizuar dhe korrupsionin mund të ketë implikime për garancitë e gjykimit të drejtë, procedura gjyqësore transparente dhe aksesi në media. Shoqatat shqiptare të gazetarëve kanë reaguar po ashtu duke kundërshtuar me forcë rregulloren e GKK-s, e cila sipas tyre përbën një kufizim të ri të lirisë së mediave dhe të drejtës kushtetuese për informim publik. Partia Demokratike reagoi sot për rregulloren e re të GKK-s duke deklaruar se siguria nuk mund të përdoret për të kufizuar transparencën dhe nuk mund të shndërrohet në censurë. Ajo evidenton se rregulloria është hartuar pa një konsultim real me reporterët që mbulojnë çdo ditë proceset pranë strukturës së posaçme dhe i kërkon GKK-s të pezullojë dispozitat e rregullores që prekin aksesin dhe punën e medias. Sipas organizatave të gazetarëve, nuk parashikohet një mekanizëm i qartë dhe efikas ankimi ndaj këtyre vendimeve. Asnjë gazetar nuk mund të lihet në mëshirën e një vendimi administrativ të pakontestueshëm për të ushtruar një të drejtë të garantuar me kushtetutë. Partia Demokratike vëren gjithashtu me shqetësim se një rregullore që prek drejt për drejt punën e gazetarëve është hartuar pa një konsultim real me reporterët që mbulojnë çdo ditë proceset pranë GKK-s dhe me organizatat që përfaqësojnë median.
Partia Demokratike i kërkon GKK-s pezullimin e dispozitave të rregullores që prekin aksesin dhe punën e medias dhe hapjen e menjëhershme të një procesi konsultimi me gazetarët, organizatat e medias, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe ekspertët e lirisë së shprehjes. Partia Demokratike qëndron në krah të gazetarëve dhe organizatave të medias në mbrojtje të së drejtës së tyre për të informuar publikun lirshëm në mënyrë të pavarur dhe pa pengesa disproporcionale. Duke nisur nga sot, hyn zyrtarisht në fuqi ndryshimet e kodit rrugor të miratuara në kuvend më datë 19 qershor, të dehurit përsëritës në timon janë kategoria kryesore të cilëve huiqet patenta për jetë. Rregullat e reja vendosen edhe për shoferët e rinj, të cilëve kufizohet shpejtësia në 2 vitet e para të drejtimit. Ashpërsohen gjithashtu ndëshkimet për celular, shpejtësi e manovra të rrezikshme. Nëse je i dehur, je ndëshkuar më parë nga policia për këtë shkelje të kodit rrugor dhe drejton makinën sërish me më shumë se 0.5 gram për litër në gjak, patenta do të hiqet përgjithmonë pas një mundësi rimarrje në autoshkollë. Kjo masë drastike bëhet për të zhdukur nga rrugat të dehurit kronik, të cilët konsiderohen shoferët më të rrezikshëm. Nëse je pa patent në moshë madhore dhe kapesh nga policia duke qarkulluar me automjet, përveç zgjobës, për një vit nuk do të mundesh të pajisesh me një të tillë, pra nuk e të drejtë të shkosh në autoshkollë për të bërë shofer. Masa është më e rëndë nëse je i mitur dhe e kapesh në timon. Kur të jesh 18 vjeç, nuk do të mund të marrësh patent si bashkëmoshatarët. Duhet të kalojnë të paktën dhe 2 vjet të tjera që të paraqitesh në autoshkollë. Statistikat e ngjarjeve rrugore tregojnë se shoferët e rinj që sapo kanë marrë një leje drejtimi kanë probabilitet të lartë të përfshihen në aksidente, shpejtësi dhe shkelje të tjera. Për këtë është paraudhës që kjo kategori shoferësh në 2 vitet e para të pajisjes me patent nuk duhet të vërë asnjë pikë alkool në buzë kur është në timon. Shpejtësia në autostradë duhet jetë maksimumi 90 km/h dhe 80 km/h në rrugët e tjera jashtë qendrave të banuara. Nëse nuk respektohen, dëshkimi me gjobë është nga 5.000 deri në 15.000 lekë, përveç pezullimit të patentës, 1 muaj dhe heqjes së pikëve. Nëse gjatë kësaj faze për 2 vite shoferi bën 2 shkelje brenda një viti, kufizimet e shpejtësisë apo qarkullimet me orare zgjaten dhe me 1 vit duke e çuar në 3. Ndryshimi i rëndësishëm bëhet edhe te pezullimi i lejes së drejtimit. Nëse deri më tani pezullimi mund të konvertohej me dhënien e dyfishit të vlerës së gjobës nga i gjobituri, si nga të huajt dhe nga shqiptar, tashmë për patentat që lëshojnë autoritetet tona nuk ekziston. Pezullimi i patentës bëhet automatikisht. Rritje të gjobës ka edhe për shpejtësi në zona të banuara, pranë shkollave, atyre që bëjnë gara me makina apo bëjnë manovra agresive. Nëse deri më tani gjoba ishte 10 deri në 40.000 lekë, shkon nga 20 deri në 60.000 lekë. Nëse një shofer kapet 2 herë në një vit me celular në dorë në timon, patenta i pezullohet 3 muaj. Deri tani kodi rrugor e kishte këtë shkelje me 3 herë. Celulari ndalohet të përdoret jo vetëm nga shoferët e makinave, por edhe drejtuesit e biçikletave, motorëve deri në 50 kubik dhe monopatinave. Fadil Tërnova, një 38 vjeçar nga Bulqiza, i skeduar për disa ngjarje kriminale në vendin tonë dhe kërkim prej disa vitesh u arrestua në Itali dhe u ekstradua këtë premte në Shqipëri. Zyrtarisht ndaj tij rëndojnë akuzat për 4 vepra penale, ndërsa më herët është dënuar vetëm me 3 vite burg për vrasje. Fadil Tërnova ka një historik të gjatë me ngjarjet kriminale. Në qarkun e Dibrës njihet si një person mjaft problematik, ndërsa edhe sot policia vlerëson person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Sot është 38 vjeçar, por kur për herë të parë policia u vu pas tij ishte vetëm 21 vjeç. Në vitin e largët 2009, ai u akuzua se plagosi një person në Bulqiz dhe aty mori dënimin e parë nga drejtësia 8 muaj burg. Sapo kishte dalë nga qelia për krimin e tij të parë, i riu nga Bulqiza, në nëntor të vitit 2012 u arrestua sërish për plagosje dhe kanosje. Shumë shpejt në vendimet të dyshimta të gjykatës së Dibrës u lirua. 5 muaj kaluan nga ky moment kur Fadil Tërnova bëri një vrasje. Më 20 prill të vitit 2013 vrau biznesmenin e Kromit Shefqetçeu dhe plagosi vëllain e tij në një përplasje me armë në një lokal në Bulqiz, ku edhe vetë mbeti i lënduar. Për këtë ngjarje ai u dënua me 3 vite burg, kohë të cilën e shleu gjatë 2 viteve në paraburgim.
Është e paqartë se si gjykata e Dibre se dënoi vetëm 3 vite, por ndoshta rrethanat e ngjarjes mund të jenë konsideruar vetëm mbrojtje. Kur mendoi se i kishte mbyllur hesapet me drejtësinë, Fadil Trnova përfshihet në të tjera ngjarje kriminale. Në 2018 gjykata i caktoi arrest në burg në mungesë për pengmarrje dhe kanosje për të mos kallëzuar krimin. Këtu nisën disa aksione të gjëra policore për të arrestuar sërish Trnovën. Forcat Rinea ja dolën vetëm 2 vite më pas, në shkurt të 2020-s në banesën e tij në fshatin Vajkal, ku edhe ju gjet një pistolet tip Glock. Megjithatë, njëjtë siç mund të ketë mbyllur hesapet e vjetra me drejtësinë, edhe në këtë rast gjykata e la 38 vjeçarin në arrest shtëpie. Akuza e ankimoi dhe apeli i Tiranës 3 javë më vonë, më 28 shkurt 2020, e la në burg. Ky vendim u rrëzua në 2022 nga gjykata e lartë, e cila riktheu në fuqi arrestin në shtëpi. Në rrethana krejtësisht të paqarta dhe të dyshimta, ai përfundoi në arrati. Në vitet më vonë, 2023 dhe 2024, Fadil Trnova vjoi me aktivitetin e tij kriminal duke dhunuar për shkak të detyrës shefin e policisë bashkiake Bulqiz dhe duke tentuar të vrasë me automatik Afrim Petin në rrugën Bulqiz-Tiranë. Vetëm së fundi ai u arrestua në Itali, ku mendohet të jetë larguar në mënyrë të jashtëligjshme dhe këtë të premte u ekstradua në Tiranë. Yulide Yazıcı, aktivistja turke arrestuar 3 ditë më parë në aeroportin e Rinasit, do të qëndrojë në qeli deri në mbërritjen e dokumentacionit nga shteti turk, që ka shpatur në kërkim ndërkombëtar. 32 vjeçarja, e cila është refugjate politike në Francë, është dënuar nga gjykata e Stambollit për shkak të pjesëmarrjes së saj në protesta kundër presidentit Erdogan. Po përndiqen për shkak të bindjeve politike. Ky ishte qëndrimi që mbajti në gjykatën e Tiranës aktivistja turke Yulide Yazıcı, por në fakt seanca e sotme ishte thjesht procedurale. Gjyqtari konfirmoi arrestin me burg pasi mbështetur mbi një urdhër kërkimi ndërkombëtar. Policia e ndali 32 vjeçaren, e cila mbërriti në 4 gusht në aeroportin e Rinasit përmes një fluturimi nga Franca. Pikërisht, në Francë ajo ka përfituar azilin politik, duke pretenduar se përballet me përsekutim politik në vendin e saj. E mbi këtë motiv, ajo kërkoi në gjykatë që të mos e ekstradojë në vendin e saj, ku dhe është dënuar për pjesëmarrje në protesta kundër presidentit turk Recep Erdogan. 7 vjet më parë, ndërsa ishte ende studente në Universitetin Bogaziçi në Stamboll. Gjykata e këtij qyteti ka vendosur ndaj saj burgimin për 4 vite e 2 muaj burg për veprat penale, dhënie ndihme logjistike, për organizatën terroriste dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas autoriteteve turke, asaj kanë mbetur për të vuajtur 3 vite, 5 muaj e 22 ditë burg. Vetë Yazıcı dhe mbështetësit e saj kanë hedhur poshtë këto akuza duke cilësuar si të motivuara politikisht. Aktivistja turke do të duhet të qëndrojë në qeli derisa dosja e saj të mbërrijë nga autoritetet turke. Pas kësaj, ajo do të duhet të nisë procedura të tjera gjyqësore për të kundërshtuar ekstradimin. Mbetet për të parë nëse statusi i saj si refugjate politike në Francë do të ketë ndikim në vlerësimin e kërkesës së autoriteteve turke. 8 vatra zjarri janë aktive në Tiranë, Kavaj, Mallakastër, Elbasan dhe Berat. Ndërhyrja për shuarjen e tyre po vijon si nga toka ashtu dhe nga ajri. Në cikalesh të Kavajës, zjarri ka rënë në terren të vështirë, janë angazhuar forcat zjarfikse. Me ndërhyrjen e avionit Air Tractor është shmangur rreziku për banesat. Sa ka aq vijon operacioni për shuarjen e flakëve në malin e Dajtit me helikopter dhe forcat zjarfikse nga toka. Në Mallakastër janë ndjekur 180 hektar pyje, ndërsa operacioni vijon në zonën Riban, Ngraçan, Panahor. Ndërkohë në Kostrendë të Beratit vijon operacioni për shuarjen e zjarrit me 20 forca në terren. Në Elbasan, vatra dhe zjarrit në Shqipojnë, malin e Dardës dhe Mjekës janë nën kontroll dhe nuk paraqesin rrezik, por sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar në mbar vendin 502 forca operacionale, 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe avioni Air Tractor i forcës ajrore. Mbi 1.9 milion të huaj erdhën në Shqipëri në korrik, duke u rritur me 7.1% krahasuar me vjet dhe me 45% në raport me muajin qershor, kur pati ngadalësim të hovit turistik. Ministri Blendi Gonxha thotë se pavarësisht të ndikimit negativ të protestave, e vendet ndërkombëtare të korrikut, sidomos ai Kanye West, rigjallëruan turizmin e vendit tonë.
Pas ngadalësimit të shënuar në qershor, turizmi u rikthye ritmit të rritjes gjatë korrikut. Në muajin e kaluar kanë hyrë në vend 1.955.000 të huaj, rreth 7.1% më shumë se në korrik të vitit 2025, kurse në raport me qershorin, rritja, thot Ministria e Turizmit, është me 608.000 vizitorë më shumë, ose 45.2%. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha ja atribuan këtë kthes ekonomisë së eventeve, duke vlerësuar se festivalet dhe sidomos ai Kanye West dhe aktivitetet e tjera kanë qenë faktorët kryesor që përmirësuan ecurinë e sezonit turistik. Teksa publikon shifrat, Gonxha thot se nëse qershori nuk do të kishte regjistruar ngadalësim, në korrik numri i vizitorëve të huaj do të kishte kaluar 2 milion. Ndikimi i vijimit të protestave dhe i episodeve shumë të dëmshme të sulmeve ndaj bizneseve dhe industrisë shqiptare të mikpritjes gjatë korrikut janë shqetësuese për sektorin turistik, shkruan Gonxha. Pavarësisht ngadalësimit në qershor për shkak të protestave, panorama turistike e vendit mbetet pozitive. Gjatë periudhës janar-korrik 2026, Shqipëria priti pak më shumë se 7 milion vizitorë të huaj, rreth 427.000 më shumë se një vit më parë. Albin Kurti dhe Lumira Abdigjiku nuk ka rritër një marrëveshje për presidentin e ri në Kosovë. Kreu i LDK-s thot se palët janë shumë larg saj, ndërsa Kurti tha pas takimit se kërkesat e LDK-s bjen në kontrast me rezultatin e saj zgjedhor. Deri sot në mesnat gjykata kushtetuese ka përcaktuar se ku vendi duhet të jetë konstituar. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale. Përveç se u njoftoi gazetarëve se me Albin Kurti nuk ishte arritur një marrëveshje, kreu i LDK-s Lumira Abdigjiku tha pas takimit me kreun e vetëvendosjes se i kishte kërkuar atij të konstituojë sa më parë parlamentin, si një detyrim që i takon partisë fituese të zgjedhjeve. Për Abdigjikun, tashmë Kosova është në një rrugë pa zgjidhje. Me numrat që ndoshta ja sigurojnë ngritjen e parlamentit dhe votbesimin e qeverisë, Kurti urgjencën e zgjidhjes së krizës e sheh vetëm tek marrëveshja për presidentin e ri. Pas takimit, tha se numrat zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës me pritshmëritë e saj nuk përputhen. Pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vijon të këmbgul për një kandidat, siç thot, jo politik, profil për të cilin tha se disponon 10 emra. Me Vjosa Osmanin që e refuzoi në muajin mars si kandidate jo unifikuese e politike dhe në rast se do të duhet zgjedhja një presidenti partijak, Kurti mendon se posti i presidentit do të duhej t'i takojë vetëvendosjes. Preferenca jone e parë është presidenti konsensual. Por nëse nuk ka president konsensual, edhe nëse vim të presidentit partijak, atëherë është lëvizja vetëvendosje. Parti për parti jena na. Pikpyetjet tani mbeten te konstituimi i parlamentit. Në mungesë të kësaj do të pamundsojë edhe një votim i mundshëm për një president të ri. Ndërkohë mesnata e kësaj të premteje sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës vitin e kaluar, është afati i fundit kur kryeparlamentari dhe nënkryetari duhet të jenë zgjedhur. Dje në seancën e parë, Kurti nuk propozoi një emër, edhe pse ai i takon lëvizjes vetëvendosje dhe tha se duhej më shumë kohë për negociata mbi një marrëveshje të mundshme për presidentin. Pas takimit me Abdigjikun, Kurti ja la kryesuesit të seancës Avnida Ari përgjegjësinë për të mbledhur deputetët për vijimin e seancës konstituese, ndërsa nuk tha nëse do të propozojë një emër për kryeparlamentar. Janë rreth 70 fotografi historike që sjellin për publikun pamje të rralla të zonës së Maliqit dhe Gorës së Pogradecit gjatë viteve 1940-1941. Ato prezantohen për herë të parë në një ekspozitë të shoqëruar me faksimile dhe materiale etnografike dhe mbajnë emrin e arkeologut dhe studiosit të kulturës popullore Kristo Petro Mesogjiti. Pamje të Maliqit dhe Gorës së Pogradecit, të fiksuara më shumë se 80 vite më parë, janë rikthyer për publikun përmes një ekspozite fotografike. Fotot, të realizuara gjatë viteve 1940-1941, nga arkeologu dhe studiuesi i kulturës popullore Kristo Petro Mesogjiti, dokumentojnë jetën e përditshme,
pejsazhet, banesat dhe traditat e banorëve të zonës në periudhën e luftës italo-greke. Mesogjiti shërbeu si ushtar dhe përkthyes në frontin greko-italian dhe gjatë qëndrimit në Maliq, krijoi një arkiv me vlera të veçanta historike dhe etnografike, një pjesë të cilit prezantohet për herë të parë në këtë ekspozit. Me këtë aparat fotografik, përveç fotografive me karakter ushtarak, ai ka fiksuar pamje nga të gjitha zonat, nga fshatrat e Maliqit, Pogradecit dhe kryesisht në Maliq, ku ishte komanda e trupave greke. Kishte bërë shumë fotografi, por për shkak të kushteve të luftës një pjesë humbën. Në këtë ekspozit janë rreth 60-70 fotografi të shoqëruara edhe me materiale nga ditari i tij. Përveç fundit fotografik, ekspozita përfshin edhe pjesë nga ditari e autorit, ku përshkruen zakonet, traditat dhe mënyra e jetesës së shqiptarëve të asaj kohe. Kristo Petro Mezogjiti shkruan se populli shqiptar është një popull shumë i vuajtur, por shumë punëtor dhe i zgjuar. Nëse do të jepet mundësia, ai do të përparojë jashtëzakonisht. Këto janë vlerësime që ai ka lënë në ditarin e tij gjatë viteve 1940-1941. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 9 gusht, në hollin e qendrës kulturore komunitare Dimitër Orgocka në Maliq, duke u dhënë vizitorëve mundësinë të njohin historinë e Maliqit përmes një fondi të rrallë fotografik. Përfundon këtu ky edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e programacionit të reporteve. Mirupafshim.